E pastaj thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush e lexon ajetet e fundit të suratul Baqara, natën do t'i mjafton atij njeriu. Do të mjafton nga smujet. Allah ka me të largu smujën, Allah ka me të largu shejtan, Allah ka me të largu stresin. Çdo send që ka ti ki nevoj, e ki Allahun mbrojtës. Kush? Ai njeri I cili e lexon dy ajetet apo ajetet e fundit të surës Al-Baqara. Andaj e kije të mjafton Allahu xhelle shanu. Kanë thënë ulemat të mjafton, s'ki nevoj me lexu apo me fal qiyamul lejl, namaz natë. Këto ajetet të mjaftojnë për çatë natë. Nëse ti e lexon mas akşamit deri në mëngjes. Pa më parasysh se kur e lexon. E këtu është ajo që duhet me ditë, se ti dush me lexu, e jo imami. Se në herë, ajde imam lexoj, ajde muezin lexoj. Jo, vetë dush me mësu ti. Se ti dush me lexu që të me të mjaftuar ty Allahu xhelle shanu. Me thonë o Allah, ty ai cili I Zoti jem, edhe nuk kam nevojë për askan tjetër përpas teje. Edhe mjafton kjo sure nëse ti mjafton nga zilia, hasedi, nga shejtan, do të të mbron kjo sure për çdo send. Të mjafton ty si musliman. E për atë muslimani duhet me lexu mas akşamit, momentin që perëndon dielli deri në mëngjes e ka Allahun, edhe kjo sure e largon vezveset e shejtanit që mundet me ndodh